Reperi i njohur nga Drenica, Don Gjoni ka bërë një postim ironik në rrjetet sociale, duke u thënë ndjekësve të tij që ta votojnë në zgjedhjet e ardhshme, ndonse ai vetë nuk është kandidat në asnjë garë zgjedhore. Në një publikim në Instastory, ai shkroi: "Zgjedhjet po afrohen, votoni Don Gjon se tjetër s'bën", duke shoqëruar mesazhin me një ikonë kurore. Ky reagim erdhi vetëm pak kohë para zgjedhjeve lokale në Kosovë, që pritet të mbahen më 12 tetor, ku qytetarët do të zgjedhin përfaqësuesit politik që duan t'i shohin në krye të komunave të tyre. Edhe pse ishte një shaka, postimi i reperit ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve të tij dhe ka krijuar diskutime në rrjetet sociale. Don Gjoni, emri i të vërtetit të cilit është Jonathan Yusufi, prej vitesh është ndër emrat më të përfolur në skenën muzikore shqiptare, duke publikuar projekte që kanë marrë miliona klikime dhe janë pritur shumë mirë nga fansat. Ai njihet për sensin e tij të humorit dhe me siguri postimi i bërë është pritur me humor nga ndjekësit, ndonse shumica janë shprehur të habitur nga ky postim i tij. Kohët e fundit Don Gjoni është përfolur për lidhje me Loredana Bratin, por asnjëri prej tyre nuk ka konfirmuar asgjë. Mbase ka qenë gjitha një show dhe Lorin do ta shohim në një nga klipet e Don Gjonit. Se çfarë do të ndodhë, na mbetet vetëm të presim.